Mëngjesi. Hajde kush e ka fat me nejt qëtu pak me mua. Ju e keni fatin se jo, unë veç ta dini. Ju e nja ka fat lumt me saba mja qilë sytone. Edhe pse të mit hale gjysë më sheli, kom veç njësë. Mirë mëngjesi. Qënë ma t'ju kalë dhe që nomin e kom bo, jem qunë 5:30 me dal me hec, shka s'ki me një, qëto kur e kini non që këqyr me të motivu. Kur e kini non që këqyr me të motivu, edhe qohet e del pat prit kanaj e se gjonë mo, kërkon, sa ajo veç i ka ngryk të rrugovë, s'ka më rënjat jenan. Ja i thash, faleminderit shumë, unë e po të pres që tonë të këfaj. Hej, më mëngjesi njerëzi, e të t'ju këfjeli pak, të t'jam në reqi ditën, vallohi, Mario shkan të anaj. Pa marrë parasysh qka ju pret gjatë ditës, por qohë që të me vullnet mirë, me pozitivitet, sidomos kur të më sheni mu këtu që ja thëm një 2-3 fjallë të mirë, ata naj mundi me përbalu ditën shumë ale. Ato për javë garantoj. Dhe që menoni qëfar pozitiviteti kini pa në mëngjes, atëherë, qka kam ju dalë për paran? Po, qa veç. Adi si sot veç qëllë shpejt se së në rrim shumë, veç dhe sa të presmi nonën tashti, dhe sa të në këthejet nona për pjeshkë të rrugës. Ku jetë, nuk e di, se të shka disha unë ku është kaj. Tasha di qka që shpja bojnë kësaj prinë, unë e po pres që tu dikon, shqyqur një kafe qilë që ka dikon, unë e po pres që tu e ti këta e kuj të fush që tu më qo. Përshmëndetje, Allah e të zotë dhe ty shumë faleminderit. Në mëngjesi. Ko kanë qua dhe të tjerë s'ka këshna të qone. Në pa këshna, unë e kështë të menu që e ku mbo nomin që jem qua ka qere. Hajtë kalzoni diçka. Hajtë kalzoni diçka se vetni diçka. Vetni, a keni, qëfar planësh keni sot? A keni naj diçka sot që është shumë rëndësi për ju dhe për shemë? Unë dhe ti mëngjes. Hajde kalzoni. Se je anë qëllës është për kërë, papaj se di. Gjithë kush më she me sytë ndryshe. Dikush më she nështë me sytë e mirësis për ato dhe qka janë. Dikush më she me të sytë tjetër, dikush ashtu, dikush kështu, gjithsesi, na nuk më varemi përrej mendimeve, apo qysh na shohin tjetë, sepse ata na vlerësojnë, si pas qeshtjes tyre emocionale. Na i dim vlerat tona, ama kur të thot dikush që je shumë e mirë, she edhe mrena fasadës, ajo tani është edhe njëherë ma e mirë. Ti gjithë më si shatë se s'ka ka pijë. Me du shumë me mëgjesi edhe ty. A thu veç burnim pas këmi që tash me sabah këtua? Washington me mëngjesi. Njerëzi, jo veç që jem të je prit nonën, fakt të je prit nonën jem, më na u këthu pej bjesh kisha të dikon që kish marrë malin i shku shumë larë, por e ka dhe një shkak që hina shpejt që të, se që ta shti ka mundësi, masa nëjnaj nuk ka mundësi mo, dhe ju mësova keq gati për gjithë ditë të hi live edhe të ju mundu me shpërnda mirësi si zakonisht.
Po tashta mi u kallëzu që dillën e kena hanën e re edhe për krejt, jo, që tash doni me vëmendje mos shkruni se si lexoj kur t'ja nisi me fol. Ju këto më e keni mësu që tash për meje, kur t'ja nisi me fol mësë që këbi strica e pesë, që të qeqës nalit heq. Edhe unë jam qashtë. Jo, dëgjani, dillën është hana e re. Zakonisht njerëzit empatik, njerëzit që janë të ndjeshëm shumë, këto ditë tashti normal që kanë me ndiket energjinë e hanës të reje dhe kanë me vetë vetën qa ka më rësat, për shemull, qohet në mëngjes, veti 3 miti, jo i 1 miti. Edhe dhe qa ka më dhe kur që s'ki thjesht është energjia që është ka të shtin dhe shtaq, ose që ka pun qatë qeshtje që je që tashti mos e merë tragjike, mund dohuni që to ditë deri dillën me mulirun nga disa gjana që nuk ju shërbejnë. Mas miri është me i shkrue krejt. Shkruni vlla, kap në vlla, ka një rjetës. Qyre na nuk jemi të lindur me lapë të ndorë. Na ato pedina. Ama filloni. Unë e kom problem me shkru vallaj në kom qef me fol, po gjithsesi ka një herë po duhet me i ra edhe asaj rrugë. Shkruni gjitha gjanat, gjitha emocionet, qka juve nuk ju bojnë mirë edhe doni me i largu nga vetja, qofta jo fizikisht apo qofta jo nga energjia. Energjitikisht, që shmi thonë energish. Muni edhe njerëzi me shkru aty që doni me ndërprej lidhjet energjetike me ta për shemull. Ju s'kini ku me që njerëzit e zemrës, ama me energji, me ndërprej që do të thot emocionet e tyne me s'mi marrë jo. E para, i shkruni këtë gjona, i djegi njerëzit, pastaj dillën, nëse keni na i plan të ri, nëse doni me fillu diçka të ri, në qofta jo dhe ditë që doni me fillu ndështa mu ushqy ma shëndet, që më doni me fillu ndështa me bu diçka fizikisht për vete, për i marrë të shembuj të vëgjel, me dal me hec për shembull, filloni dillën sepse hona e re shërben për planet të reja, ju ndihmon, që të planet juve që i kini ose do me marrë një leje, nësë jam e mësu dillën, do me një oftu dikonin, ta kohu dillën, nështë ta pohet mirë, nështë ta del mirë dikon. Ama krejt qka është diçka që do një të rej me bo njëtën e juve, atëherë fillone që dillën. Me mëngjesi, shaban me mëngjesi, faleminderit. Ju për s'kena hale nevoj për filtera, shëqër. Hale po mohmi diqësh. Jo, Irfan, unë e TikToki nuk e mbylli shoki jem, po të mbylli ty që mës me dalë mu, adin për para në këto, edhe, që ati qësh, mës me ta prish me mëngjesin, shoki, jesh mës me ta prish me mëngjesin. O, pas jaq, mirë mëngjesi, dje isha na i ka jo. U ka i renisë me mëngjesë e ty. Toni, jo vëlla për qdo ditë gati, jam live. Ergem, leje se shkaj, me mëngjesi, princesh. Jo, nuk pranoj follow. Jo për diçka, po thjesht me të vërtet kohën temë, unë nuk e kalojnë TikTok. Unë e hin TikTok, i kuj punë të mija, e qes në do një video, hi live që shtu, bëj diçka për njerëzimin, edhe dal, edhe unë për cili vish diçka qka më thonë, qka mu më shërben këto drejtimet e mija, diçka qka më mëson për çdo ditë për diçka ma mirë, ose mu bo një verzion edhe ma i mirë se që jam, edhe pse mi e thonë drejtën tash sinqerisht, me që i dorën zemër nuk po di, qka me bo ma shumë, bo edhe ma e mirë se që jam, por nuk i di jetë brenis, të bërë vaki më dëgjoj diçka krejt të rej që thëmë edhe që të përdu ka me mësuen. Nuk jam nga ta persona, si kur shumica për juve që i denit gjitha, edhe nuk jeni nevoj me mësu kur gjo. Unë jam nga ta persona që për gjithë dit mundohna me mësu diçka. Për këtë shkak nuk përcjeli njerëzit qka nuk veç koti edhe si të mos ti më thu, këthe ma follow në profil fake, këthe ma follow, qka po të vynë follow jam
fake aty, unë jam shumë për njerëz i real, jo për fake. Në mirë këtu jam. Ema, a mos del këmene, si tash nuk besoj që vija në mo. Ergim hales këm qitë pushke dhe me thonë drejten, heq nuk i duhe. Për që tu nuk jam t'i gresh, heq nuk i duhe, ama heq nuk i duhe. Jam shumë njeri i paqes, nështë akështu, për që ati kur nështë aqes pushk, po edhe atër nuk besoj kur ta martoj djallin. Kur ta martoj djallin, me siguri. Apo qiken, apo shkapedione. Truj zoti, shumë faleminderit. Kit rena janë, kit budalicat dalin TikTok. E ti Zilvi, a je budal, a je budalic? Veç gjinin kalzone, se për që budal ato pedina, se ko kem TikTok. Ama gjinin s'po di qësh me titullu femën a moshkull. Hajtë zemër të kam që atë si femën si moshkull, të gjithë si zemër i, po kalzone. So kallë mirë me në gjesi. Jam t'i gresh, Amar, komunës të qanit. Tash më do të më dalë se vozitje. Kalo mirë e gjithat mirat për tyje. Mjesi në rues për ty dhe gjithë pranishmi. Ta granë shumë faleminderit. Pjara me mëngjesi. Ati koke, jo, unë nuk jam e strelcet. Jo, unë s'jam e strelcet. Unë jam e fshatit më të bukur në komunën e Veçanit, e Lumbartit, e Lumbartit. Shaban nuk të shërben tyje, që të ashti edhe me thonë që jem lidhje, apo me thonë që jem single, nuk besoj që të hinen punë kur gjë, se me konë single nuk jam kërkim të fatit. Me konë e dashuruar, po jam e dashuruar dhe ato në havën deri që ka. Qaq e një veten mirë edhe të plotësu me njëtën teme, sa që se kam nevojën për kërkan, kam nevojë për njerëzit paqes edhe të mirësis, kam nevojë për njerëzit që e lirojnë veten emocionalisht edhe bomi një shoqëri paqësore, sepse se cili për juve, kur e keni një lidhjen me veten e juve, shumë të pastër këtu mrenan edhe e respektoni veten maksimum edhe e doni veten, keni me vrej që s'ju vynë, nuk ju vynë kërkosh. E të najpësën jashti njeri vetit dhe rënë në komë të shnosh, kështu që qartë jena qështu. Lumbardit gjithi kanë thonë Lumbarda granë balla. Na s'kena tjetër emën. Po du mu dashurun të joj hapë. Ani dashurov Shaban, shka me të bone. Ajo është problemi, viti shok jam, nëse ti dashurohesh mu, shka po të bëj ajo me mu? Kur që heq, ti dashurohesh, hek që aty koti, edhe që kaq. Tash nësa kush dashurohet e mu mja nisë dhe nuk dashurun ta, jave që dashurohet e kisha mi. Ja për unë gjithë bëj hajgare, jo që më shkonin që drejtim, ma përparan duni me gjithë mundësin. Ja për unë gjithë bëj hajgare, jo që më shkonin që drejtim, ma përparan duni me gjithë mundësin me jetu vetë, pa e post nevojsh, me jetu vetë, pa e post nevojsh, me lyp dikonin që me ndonë që pe plotësona, nuk e din jo i qyqë vetë, pa e post nevojsh, me lyp dikonin që me ndonë që pe plotësona, nuk e din jo i qyqë, nuk e marri ka martu trosni more se mirë, jeni bëshka u ka ju vynë. Rëni more se mirë, leni këto sene që ju kanë thonë duhet me martu, duhet me bëf. Një të shkoj koha, lene, knaq në vitë që janë e jetën. Po ergem, në realitet, po ka edhe një kohë të vështirë e vetë me ne kur vetë. Ndëgja, edhe, okej, ti tash e ki nështë të shkakun që tu jë me vetëme, apo i vetëm në gurbet, edhe nështë ta me konë afer familjes e kisha pas ma letë. Po ka shumë njerëzi që janë edhe afer familjes tyne dhe kalojnë kohra shumë vështira bile, edhe ma vështire kanë, kur kanë kohnat vështira disa njerëz, sikur se cili për juve, kur kanë kohnat vështira,
edhe janë në rrethin e familjes e kanë shumë vështirë sepse familja tani nuk i kupton. Plus, ata familjarët bën vakit ata janë në kohëna të vështira, edhe vetëm e ngarkojnë njëri tjetrin, ti që je vetë në gurbet, edhe kjo e ka shkakun e vetë. Që tashti që pendin vetën vetë edhe që po përjeton faza ndoshta të vështira, është koha ma e duhur për ty me bo diçka për çështjen tonë emocionale, se jo rastësisht jena atë situatë që je që tashti. Toni mirëmëngjese. Posha zotin e havjesi artiste Hollywood star, faleminderit. Mirëmëngjesi ty me këto pika. Melida thot hava këti e ndihmon hipnoza të pacientat që kanë Alzheimer. Ja, kom djeni normal se kena mësu edhe absolut nuk ka ndikim të njerëzit që janë me Alzheimer, sepse ata nuk janë as në gjendje me ndëgjue. Çka munden me bo njerëzit me Alzheimer është mu mundu ndoshta, mja vështin kry, që me ndëgju sa ma shumë frekvenca të muzikës që janë frekvencat ndryshme, frekvenca qetësie, frekvenca relaksimi, edhe jo me ndëgju meditime apo hipnoza të full, po vetëm frekvenca, edhe ajo i relakson tanaj, ama me pacienta me Alzheimer është e pamundur me punu me hipnozë. E nderuar s'pon me ju jep këshillat këqija njerëzve rreth krijimit të familjes kur ti vetë s'ke krijuar. Qysh po peshoni ti po për herë të parë këtu, edhe pse unë që 5 vjet në TikTok jam. Ndoshta bashkë që kom kriju, po du tash mi thon tjerëve mos krijani. Nuk është këshillë keqe, mi thon dikujna jeto jetën tonë, njëherë rritë veten emocionalisht, njëherë mësohu me jetu me veten tonë, se pa u mësuti me jetu me jetën tonë, pa qenë ti i lumtur në çështjen tonë që je, ti nuk ki me mujt mu boj lumtur me një martesë, nuk ka me pas partner në këtë botë që ka marrë me të plotësue, pse janë tonë këto probleme në shoqërinë tonë njerëzit. Leti e nderuar se e divnë shumë mirë çka ka foli. Ndoshta folin ndonjëherë me hajgare, ju do këtë juve që hajtim ka ja futi këtë, ama e dije bazën pse janë tana këto probleme, për që ta thom, ju që jeni pa martu, më zgaboni, morë vëllit mu martu njëherë, por rrit në vetën njëherë, emocionalisht, stabilizonu një jetë, kap një jetën, delni me jetu viq vetë, mos jetoni me prenda të derisa të martohit anaj fëmija, prindi i kryin krejt punë, derisa vjen puna mu martu, atëhere do mu bo burë me njëherë apo grua, qysh po menoni ju? Ju duni njëherë vetë, me kap jetën e juve në dorë vetë, me kriju vetë, mu mësu me jetu vetë, atëhere kur të merë në dikon, kur të pranoni dikon jetën e juve, kur martohi, po du me thonë, atëhere është ajo lidhje shumë e shëndosh, se kur të martohen 2 fëmijë. Adi shumë faleminderit. Çështja jote s'mundet me kone suksesshme kur je vetmume. Kush është ka këtë që jem me vetmume, Isana? Kush është ka këtë që jem me vetmume? Unë u knaqe e plotësume deri që ka jam. Personi thot kur je e vetmume, po dhe se për deri sa ti e nin veten të vetmume, mos me ndo që vjen dikush edhe ta plotëson. Ti dush me ja plotësu vetes, mos me konë e në varësi emocionale. Për deri sa ju jeni në varësi emocionale, si kur ti që mendon që martesat plotëson, ju nuk keni me pas lidhje të shëndosh kurrë për jetë, ato me garancë keni. Ato e keni me garancë. Këto të vetmume unë u kënaqa, u shkrina krejt. E për kondrazi, nëse nuk e den, nëse po më shë pra për jetë, por faleminderit. Ja, jo shumë mirë është. Super, faleminderit. I kom 2 fëmijë, të rriton, vajza 27, djali 22, kom kriju ballë, kom kriju 2 fëmijë,
edhe nga mosdia çka do me thonë edukimi adekuat. I kom pru edhe ata paka shumë çështjen emocionale si kur one qysh jëm konë. E tash po mundoh me bo diçka ma mirë. Valentin e dashur, këta familjarët e mia kanë ardhur me jetu te te, e s'pe dijen ndërkohë, ati ki familjarët e mia ofër vetës? Ja, se pas në ditë vëllaj, shka s'mumet me ndodhë, që 2 orë gati jam rrugëve, është e mundur që ndërkohë kanë ardhur te te. Ama ti që shkanë mujtë me më kallëzu, kësha zotin, që shmuqu familjarët e mi me ardhur te te, me jetu, pa më kallëzu mua. Ama kthehen apet. A e din pse, Valentin, se te ti sigurisht nuk ka shans me gjithë ma mirë se që e kanë të unë familjarët e mi. Valentin rriu gati. Rriu gati, njës dhe vëllaj i kanë dëshirat shumë të nalta dhe të kisha lutë kujdesu për emocionet e tyne, se si na kujdes ma heret, jemi në maksimum të ju kujdes për çështjen emocionale të familjarëve, e të lutem, që të kohë deri sa kthena unë të shtëpia, kujdesu ti për ta se a prap ka natën. Agroni thot zotit rujt, mos ju thuri nis, mos bëni fmi. Mos bëni fmi, pa u rrit vet. Nëse e kupton agron. Nuk bën fmija me vo fmija agron. E se cili nga ne, jo se unë mu jem rrit, unë i kom bon 22 vjetë këto. Se cili nga jo, se cili, një 95%, fel mrena ndikon të ju atje, një halef mi të vëgjel. Tashti nuk po du me hi shumë në atë drejtim, se që tash edhe pakti që më rinon, ata nëjse mundë me folë me mjavë spjegu, ma atje në YouTube ka plot deta që ku e spjegoj çka po mendoj. A është gabim më martu, e kisha ndalu me ligj. Martesën 18 vjeçar, mu martu 18 vjet, as 20, as 25 jo. Me ligj e kisha ndalue, me ju leju njerëzve, mu martue, ose pa e bo një test, vëllojnë. Mja bo një test, ajo në tafë për martes. Tek që atëheret. Familja është burrin e fmin afer, jo, ajo me ndoha. A fmin e mi i kite që të ashti? Burrin maje zemër, se s'është kam bynë. Ato lirisht maje, po s'munësh me majtë se e ka grune vetë. A fmit e mi po me ndonë ti, e ata nështë të kanot, për ata spedije. Ata bërë makijën edhe ata të ti. Me sa e di unë, jënë të une, ama që për shka këperi një sotit, shka së për ju shkon menja. Thonë, hajtë se Valentina ka interesohet shumë ma shumë se nona jonë për neve. Po shkojnë pak të Valentina, se bon vaki që Valentina kujdeset për ta ma mirë se ti nona jonë. Ama po të lutem, në javë mendën emocioneve tyne. Zotit, jo mere se shumë, o ka t'interesan, Valentin, qësh. Nëna i po kom qefe këtine s'po ma kona, jo, Valentin, mere falë të ko. A fëmija nëse vinë kujdesu për ta, për bukë s'ki nevoj se e bojnë vetë, se jënë të mësun. A të lutem për emocionet e ty në kujdesu shumë njërë, në qatë posat jënë të ti. Ava me ndonë më të ti në të ardhën, absolut jo. Për çka? Për çfarë arsye? Jo kalova, e provova, çka do me thonë martesa, çka do me thonë fëmija, gjitha i kom përjetu. As një sekund tjetës teme nuk thom pse ja kum bo qështu, apo pse ja kum bo qështu. Ajo ka qenë rrugtimi jem, eksperiencë e jetës teme. Ama njerëzit nga gabimet na duhet me mësu, valla, se nëse nuk mësojna ka gabimet, atëherë nuk e na bo kur gjo. Atëherë na ndodhin gabimet prap një jetë. Akime, jo, këtu jam. Ale.
Jo, nuk tha që ka fëmi Valentina, burrin e paska të vetin. Po le ta merë dhe ta, isha ka gajlet, nëse shumë më ka gajloset. Pejani me mëngjesi, Learti me mëngjesi edhe ty. Olsi me mëngjes. Disa forcimi mirë. Jo, Agran, nuk ta bjen forcimi mirë shtetin, ta bjen forca mentale. Jo masa, po cilësia, vetëdijsimi, forca këtu. E jo masa, nuk bjen kurgja, të bjen forca mentale, të bjen vetëdijsimi, mu mësu mas pari me dasht njëni tjetrin, se kur jemi të ledh, edhe veç 2 në kofshme, edhe veç 5 në kofshme, kur t'jemi të ledh, s'ka kush që ka na bën. A kur t'jemi të skedh, edhe tradhtar, edhe manipulus, edhe rrenca, edhe që si vallahin, edhe 5 milion, 10 milion le t'gohmi se ka të kemi. Kështu që, rrit në vetë një herë, mos bani fmi. Rabinat e lezit dhe ta je mirë, asja faliminderi, a je gjabë, kush mëra e gjabë, në mësi para e hita, veç të më shduk që atje bije. Agron, hiq nuk jam me mendimit tonë që e ka folë, jeton mirë në mëngjesi. Jo nuk e lun ajo një rol, ajo e lun rolin kryesor. Ose që ta shte pohim pak në politik, hafti e më të vjetës, faleminderit shumë, pohim pak në politik, krejt lypni bashkim kombëtar, shka u ka ju vynë, o njerës. Shka u ka ju vynë bashkimi kombëtar, kur ju në shpet juve që ato nuk jeni të bashku me vllazën, me motra, me qatë farefisin e juve nuk jeni bashk. Jeni krejt tërshtreten, jeni krejt një djathtas, tjetri majtas, zdo një syt mja pa njëni tjetri, e del një lypni bashkim kombëtar. O njerëzi, këtu në shpitone duhesh njerë mu bashku, pse tash duhet njerë mu lidh me njëni tjetrin, da na i mundë me këqyrë matuti që ka përbojmë. Një herë çështja alarmante është në shoqërinë shqiptare, ta ne lypni bashkim kombëtar atje. Leni se... Okej, mos timen politikë, se unë absolut që me politikës, po jam e mendjes shëndosh. Thjesht e mendjes shëndosh. Bravo, mos formo. Faleminderit, Pepe. O, Petritat, kat janë të mirë. O, e fom një vllabre, i 2 vllavi vogël, femrin, Petrit. Petritat, ka jonë për jënë dukat. Oke, dhe mentorat janë shumë të mirë, se jonë është mentor, ama Petritat janë shumë cute janë Petritat. Më fala, je shqiptare, jo. Veç po foli shqip, hajde latë, hec kënej non. Hajde se merdë nona. E për tash duhet me shku njerëzi se erdë nona. Në mëngjesi. Prit njëherë se ka ju hyn krejt restoranit me i full se po i njeka të gratë, që nësë po jatë lumë. Koni faleminderit. Ja, be, qësh po thu, zemra je shqiptare, çfarë gjuhë jem ka flasu në qëto? A e shqip jem të full. Nuk pe di. Have dhe si se të so pas tu. Da sagen kemi hek si popull veç pozitive. Das ist das Positivste, was du in dein Leben gehört hast bis jetzt. Überleg ein bisschen weiter. Du weißt ganz genau, das, was ich vor euch sage, das ist die pure Realität. Und das kannst du nicht ändern. Du kannst die Realität nicht schön reden. Es geht nicht, es funktioniert nicht. Hört auf mit dem Scheiß. Alles schön zu reden, eberloge den hört. Morgen... Pritse po ma një ka nonën krejt. Non, që më shkosh me të shpia, krejt po të një kanë ty këto. Po, ti e njofsh me kësajde. Sa të shkaj të sela, une, në mëngjes hova. Ai mori kënë të i dava poshtë. Hova, lexoj komente. Tu knaqë ato i lexu komente, Eliana.
Japi, jo kom hale. Lenti, nuk kam njohuri, unë nuk jam psikiatre, nuk më jone me thonë për hapa depresionit, çka është me ta dhe cilët janë më të mirë dhe cilët janë më të mirë, edhe qëta nuk pe njo, una do të mirë që i ko marë para sa viteve i kanë pas dhe jam në tjerë dhe bajnë. Asje shqiptare pëse thot që je. Okej. Vija pe. A Zvicrane, apo me ndonë që në po dhe Zvicrane jam. Më falni një me unë kesh ajo Zvicranja një me që krenona që jam Zvicrane se po harroj edhe unë ka një njëzë vëlla po harroj shka po thonë. Shtirë datë me i majtë krejtë senet men qka po i folje. Mirë më nëgjesi have dashur, fra mirë më nëgjesi. Një ke Ibra për shëndetje. Fala po ju banona, krejt dhe po ju përshëndet. Erdh u këthyje, zotit e din ku ka te i pesti atje në altë kish pa më rima sa. Ti bon hipnoz, po. Specialiteti jem është hipnoza, lirimi emocional. Me më kontaktu atje në YouTube ndër gjithë video e ki numërin kontaktu, s'ku mund është me më shënu në WhatsApp. Aleikum selam. Aleikum selam, jo mirë më në gjesë mund është mi thonë agron. Agron. Mirë me në gjesi, valla t'inglon shumë a mirë se aleikum selam. Oj ti mëj që më the mu s'jam shqiptare, thuj mëj këtina agronit, let fol shqip, su në shqip jëm ka flas. Faleminderit nane Zvicrane, latë edhe ti e Zvicrane. Edhe ti edhe une jemi Zvicrane, u kry tash e mas, bravo mirë me në gjesi. Banana. Po pe di që thot për që ta e këthive. Ama mirë me në gjesi bagran, shoke jem, gjumat bukur se Shqip nuk ka. Atëherë leni që ta selam aleikum e që tu farë, se s'jemi Arab. A unë po foli Shqip edhe po më thot kjo qika që jam Zvicrane edhe pse s'ka faj. Pse dhe Zvicrane jam. Unë jam rritë në dodë. Në dodë e dashër. Shka me bon? Mirë më në gjesë lullja dhe tyja. Për shëndetje të uta, mirë më në gjesë i dimi. Ti të në kohën full gjermanisht. Naj! Hanoni ka akfang, e ich vjetë sa bra mahe. Ma unë tra account vjetë në urno, shvitë të dy shkrejt. Po unë ta, ose së rajkë mi doj. Që të ba kemi pru shpirtin. Nur noch auf Deutsch, mi o kalzu që jam... Nein, në Zvicrane, s'u mi o kalzu që jam nëse foli Hochdeutsch, atë më duhet me fol nur Schweizerdeutsch. Lebst in der Schweiz? Natürlich lebe ich in der Schweiz. Feja po më dhem që frymë në kam adal. Feja është kam dhem. Që ka bëj feja me fol arabisht. A jemi në Arabia në Kosovë? Ku jemi? Zemër, e zotit, mujtë shumë faleminderit, Fran. One arabe s'ka shansë mu go. Zvicrane balë po mundon apo s'po mlojnë, dhe që është po më thojnë ja se ki fasil për Zvicrane. Kështu që së më ka me tjetër njerëzë veç me metë katonare, që e katonarja e maleve atje, rritën e përdi e shtrëgovës. Tjetër sen se më ka metë. Hajde djelza zëqiri, kalla shumë mirë, VIP. Hajde me një profil fake se me të vërtet, veç negativitet i ka mundosh me shpërndar. Këtu nuk jemi për negativitet e dashur, këtu jemi për realitet. Me këqy realitetin e mësy, edhe me konë shumë të kujdesshëm ndaj njëri tjetrit, e ti absolut fjallin kujdes, as nuk po di kemi shua, VIP po din me shkrua. Hajde me një profil fake tjetër. Kalë shumë mirë e inshallah shërohesh zemër. Nëse jo, drejtov të une me hipnoz më me të pundet, i për ndryshe i pas kella duhet. Si shumë tjerë. E malive normal, ose.
Schöne Augen, schöne Frau. Wenigstens das, wenigstens was. Diçka bile kena. Shqipe mirë me në si zemër bardë. Qashtu bre, hajdi qështu ju me zemrat bardë, qështu. Atër tofja tyja? A me kuj pëthua? Gjena jo, mi ka që të një bërë. Ajo, unë ka nëse të tjetë të në kompjuta. A, një delat si që tash vjen? Tina mirë me në se... Hajdi pak ma gjallë, pak ma pozitiv njerëzi. Hajdi njerëzi, ndreqe një ditën janë një tjetit. Mos pëtë një veçonë më jam ndreq. Që kjo ajo Maria që folë kontra islamit. Jo kjo Hazreti Hava. Nuk është Hazreti Maria, kjo është Hazreti Hava. E tash nuk e dije Hazreti Hava a folë kontra islamit ajo. Unë jam Hazreti Hava. Hyre mirë më nëgjese. Mirëmëngjesi havosh nëse një person ka mbi 2 vite bën analiza pa fund analiza dalin perfekt, vazhdon dhimbja luktit, është psikosomatisht. Je ka përbin gjana që s'ki nevoj me i përbi. E thuja gjithë kujna mendimin çka duhet mi a thonë. E kotë është nëse ti vjen edhe ankohesh të une për një person që ka ta plas lukthin, që thojmë kështu alla katunarqe, e kotë është martit e une mua anku, zemër mësohu, me ja thonë njerëzve qka është ka të mundon, mos përbi kur gjo. Heq se ti e ka hek, a pishe që ti e ka hek me lukt, ju ata që jënë ka ta shkaktojnë dhimbjen e luktit. Hap në horizontin pakon njerëz, nuk kanë aftësi hale me hap pak, kanë ngell hale mendje vëgjër, ama na jemi këtu për mu mundu pak me ju të regu që jeta ka dhe faseta tjera, ne munde me këshur jetën në të nga do kanë vështrime tjera. Hazreti Hava. Gruja e parë po dhe varum du Allahine ka le posh 20 shkuj Shqip ka strat se hiq s'po të shkon mësa po më shkon muj që po s'lani ty që është ka të pengon që mu po më pengon fjalla selam aleikum, a është problemi jemi, a është problemi a jetu posti që ta është i probleme këtë puna e më të pasone mu më pengon edhe u krye. Nuk e kemi nevoje, ne kemi një gjuhë shumë pastër shqipe. Pse me i prue njerëzit e huj. Mu mundu. Mu mundu me miell diçka që nuk është në rregull. Se feja muslimane ka devijue në shumë drejtime fatkeqësisht. Jur feja e pastër muslimane po mendoj, se tash të janë nisin këto, edhe hap, hin fjallë ka dole. S'jo me krilives. Altin universi thot sot tetës mirë t'jo deri dilën edhe një 2 ditë mas dilës, deri të martën, se të dilën është hana e re. Schöne Tag heute. Okay. Se to bacha to. Laftë nuk i bëti pure tash mirë jema mira. Ema, faleminderit. Del kapeja këninaj, që ta këtë më të vishë. E po që dhe, unë e katonare e bjeshkës, nejse. Ta shumë po Zvicrane veç adin. Ti pijane uka, ja nuk janë pijane, une. O myta të ju thonë, unë e katonare e bjeshkës, ka thonë, her pijane, her Zvicrane, arabe dojnë më bo, nuk i di shka një ka dhe në më bo mo. Kanë të viju, pite qanit, te që valla s'kanë dhe viju. Allah bol gruzoj, koke shumë faleminderit. O, përshëndetje, e njerëzi, o kana rritet këto grupi i kafeve, ka që pat
Përshëndetje dhe Përshëndetje Zoj, e nderuar. Përshëndetje Zoj. Zoj e nderuar dhe respektuar. Si që pesheni na u prish rahatia. Po. Tashti pe vazhdojna këto bolbona për juve. Bolbona për sot me kaq. Nuk e dihet, mëre mu se m'dihet ama jo, sot nuk besojme që shihmi. Shef lok lak shtia që shmi ka qaravesh krejt, po nisë. Kësaj me një kokën mu me dy. Kala një ditë mbarë, shumë faleminderit. Tin mirë me gjesi, mirë se erë dhe tin shkopa. Pak më herët, valla pak më kishë vy, po ju visha rreth edhe vetë. Eliza, mirë me gjesi, zemër, mirë se erë dhe kuket, mo ju dhe që ta ashtini me që më keni lonë vetë këto. Pse beselesë po ta qef me... A e bot blok që ato? Eliza, po tin. Po ta qef më morë dhe pak me tokë, dhe pse ta shti jam të më arbeti me nonën edhe me do më tira këto dhe pa lidhje me fol. Mirja bone tin. Këta që shpërndoj banalitet, këta hinën blok. Ata që nga mos dhja dhojnë na i mendemat të këtu, ata në duhet milion. A valoj banalitetin nuk kena nevoj me... Arbër, shumë faleminderit. Ja, në me ju dyja duk ma herët ma, bile një ona në të shikon këto. Hej, kaloni shumë mirë, qështu her pas here mundohemi me hi edhe me shpërnda gjonat mira, vedisim sa ma shumë, për juve që keni qef me mu liru emocionalisht, atje në YouTube ndër gjithë video gjoni numrin tem kontaktus, edhe mundi me më shënu në WhatsApp, edhe këqyrë mi që ka mundë me bo, edhe ty respekt më ban halal, pa hajgari heq agran mëse ki problem shok jem, për deri sa na komunikoj me njëni tjetrin, paka shumë me respekt. Na mundë me pas se cili mendimet ndryshme për diçka, ti eshe prej një kanë dështrimi tjetër, prej qeshtis tonë emocionale, unë e kam një mendim. Absolut është këtë në regull, ama na duhet më mësu, faleminderit, na duhet më mësu me akceptu dhe me respektu mendimet e tjerve, jo me shajt edhe me gjyku njerin që e ka vetëm një mendim a ndryshej, po më mësua njerëzime, po kur s'mundesh më mësu, ju ka vja ku më spiku lajfin e parafundit, nuk mundi me mësu se jeni të mushun bërlak deri këto, edhe e prekni njëni tjetrin pa nevoj, ton kjo mlef, ton kjo rejtje, ton kjo gjelozi, ton kjo inati njerëzje dhe nuk keni ka edini pse e keni. Shkoni që atje në YouTube amoni, ju kofën dhe gjani vetë do të mija sa të... Ta shbajme më ardhë një ftim. Okej, Liza. Në kur s'ki me pas nga unë respekt. Faleminderit shumë ishala, jo veçone. Po ishala, gjdo njeri që të rëthon ofër, nuk merë kur një fjallën nduse nga tja agron, që aty është qëllimi jem. Ju në rrethin e juve më mundu me bodi qka, se mua am shove, am livdova, për unë jam njejt, mu s'kini ku me mprejk, se unë e dije pse i boni ato gjona. Ama se cili për juve, aty në rrethin e juve më mundu, mës me lëndu, mës me shoj, që ta njerëzit e zemrës që i keni. Faleminderit shumë të Merita, masa po Merit, shumë faleminderit. Hej, kaloni mirë e ndëgjohni herave tjera. Faleminderit shumë.